Në Lezhë u përkujtua 323 vjetori kuvendit të Arbrit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të kombit pas beslidhjes së Skënderbeut. Në ndërim të kësaj date, në kishën mesjetare të fshatit Mërçi, ku mbajt kuvendi në vitin 1703, Bashkia Lezhë organizoi një veprimtari përkujtimore ku morën pjesë historian, autoritete lokale, përfaqësues të klerit katolik dhe banor të zonës. Pikërisht këtu pranë kishës mesetar shënxon pak zorit Mërçi, përvend kuvendin e dytë më të rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar pas kuvendit beslidhjes Lezhës, pra 2 mars 1444. Nëse në Lezhë u hodhën themelët për krijimin e një shteti të mirëfillt të arbër, duke mundësuar bashkimin e parë politik, ekonomik dhe ushtarak në historinë e popullit shqiptar, në Mërçi u vendos një gur themeli me rëndësi të jashtëzakonshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të arbërve përballë zgjedhjes së rëndë të robërisë së perandorisë osmane. Ky vend ku ndodhemi sot nuk është thjesht një monument historie, por një simbol i qëndresës, mençurisë dhe përkushtimit drejt trashëgimisë tonë. Dhe Bashkia Lezhë mbetet e angazhuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike, kulturore dhe shpirtërore që e bëjnë këtë trevë edhe një pikë referimi të rëndësishëm për historinë tonë kombëtare. Le të shërbej ky përvjetor si një moment reflektimi dhe frymëzimi për më shumë bashkim, përgjegjësi dhe dashuri për vendin tonë. I peshkvi dioqezës së Lezhës, Otavio Vitale, u shpreh se pa kuvendin e Arbrit, historia e kishës në Shqipëri nuk do të kishte qenë e njëjtë. Kuvendi i Arbrit përfaqëson një nga momentet betërarta dhe mbetërimtarë të historisë së kishës katolike në Shqipëri. Një kohë të shënuar nga vështirësitë e mëdha politike, shoqërore dhe fetare, barinët e kishës të udhëhequr nga shpirti i shenjtë patën guximin të mbriteshin për të ruajtur fenë, për të reorganizuar jetën krishtare dhe për të riafirmuar me qartësi identitetin e krishterët e popullit shqiptar. Pa kuvendin e Arbrit, historia e kishës në Shqipëri nuk do të kishte qenë e njëjtë. Por kuvendi i Arbrit nuk është vetëm një trashëgim krishtare, ai është gjithashtu një thesar kulturor dhe kombëtar. Në një kohë ndryshimesh të shpejta dhe shpesh të pasigurta, kuvendi i Arbrit na kujton se një popull pa kujtesë humbet shpirtin e vet, ndërsa një popull që nderon rrenit e tij mund të shikojë të ardhmen me shpresë. Kuvendi kishtar i Arbrit ishte një mbledhje e klerit katolik shqiptar, mbajtur me 14 dhe 15 janar të vitit 1703, në kishën e Shën Gjon Kryeprendit, në fshatin Mërçi të Lezhës, me përkrahjen e papës me preardhje shqiptare, Klementit të 11. Ndër veprimtaritë kryesore ishte hapja e shkollave dhe botimet në gjuhën shqipe, të cilat u zbuluan përgjatë shekujve 18-19. Shqip na flet,